herë të parë, në Shqipëri po ndërtohet një makinë Formula 1. Guximi i Denisit, një mekaniku në lushnje, ka bërë të pamundurën të kthehet në realitet. Kam bler një makinë që e shkriva, më saktë, ja kam marrë çam duheshin për këtë pjesë. A mund të dalë kjo makinë të garojë një ditë në pistë? Cilat janë detajet dhe çfarë vlere ka arritur deri tani? Po dhe piloti takon ti ushqar, kështu do bëjmë. Po nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë. Ndiqini të gjitha mbi këtë projekt të çmendur, vetëm në Andale Sport. Miqtë të Andale Sport, nuk ka vetëm futboll, ka dhe sport e tjera të veçanta dhe këtë herë kam ardhur në Lushnjë, në qytetin tim, për të parë një projekt mjaft të veçantë. Një makinë Formula 1 që po ndërtohet. Do thoni ju ç'ne Formula 1 Lushnjë, lushnjarët çfarë nuk bëni me makina Formule. Ta shohim pak nga afër. Denis, përshëndetje. Si je? Të gjeta në orar pune. Faleminderit që më prite një herë. Para një jave isha duke qëndruar pak në rrjetet sociale TikTok dhe më doli një makinë përpara që po ndërtohej një Formula 1 në Shqipëri. Kur ka filluar ndërtimi i këtij projekti? Ka filluar rreth gushtit vitit kaluar. Gati një vit. Por orë pune ka marrë shumë. Por nga që kam dhe biznesin tim, punën time dhe nuk kam pas shumë kohë të merrem me këtë. Ja marr gjithmonë mbas orarit të punës. Por dhe mbas orarit të punës ka marr 4 deri në 5 orë në ditët që kam punuar, Pra më të kjo është koha jote e lirë, gjitha ka shkuar këtu. Këtu una si shlodhesha gjithë ditën, këtu shlodhesha. Edhe pse po bëja diçka të vështirë, më shlodhte kjo gjë. Pra kur makina dalë në rrugë mund të ndryshojë nivelin ngrihet apo ulet varësisht terrenit. Për të ndryshuar hapësirën këtu, se pengesa që mund të kapi poshtë dhe bën deme, e kupton? Kjo është ajo shpreha famshme që ka qenë, mos merr makina të ulta se nuk ka rrugë në Shqipëri. Ja si gjë zgjidha, ngre makinën dhe prapë ka rrugë. Në flow frenave me gjithë diskofrenin për frenim, është tubi që bie presioni i alkoolit, shpatulla e poshtme, shpatulla dhe pjesa e amortizimit që shtyn pjesën e suspensionit. Pastaj është pjesa e grupit timonit që bën kthesën, që shtyen sistemi drejtimit. Grupi timonit është do bëhet hidraulik. Pjesa e pilotit e kemi bërë disi të përshtatshme duke parë se nuk kemi pas një Formula 1 afër që të masim për masat fikse. Pra duhet të bëhet pak nga mendja. E kemi bërë diçka të sajuar për vetë faktit dalë edhe si tip e personalizuar. Tani pjesë tansore që do vihet, këtu është pjesa pilotit, do jetë e hapshme. Timonin që kemi marrë me gjithë mekanizmi që hiqet. Momenti që do dalësh, pra mund të shmontohet. Shmontohet timoni në mënyrë siç e ka formula. Po, siç e ka formula, e heq e ve për të bërë më të lehtë për të hyrë edhe për të dalë këtu. Do ketë pjesën e dhomësve të ajrit këtu. Momentin kjo pjesa këtu do jetë e hapur me një rrjet që do hyj ajër për të bërë ftojen e motorit. Domethënë, do bëhet një dhomë e dytë këtu me radiator. Radiatori do rrin një këtu, një matan. Do jenë të dyja aerodinamik që hyn ajri, ftof radiatorin edhe pjesa tjetër i bie do shtyhet del mbrapa. Ftof edhe një pjesë të motorit në mënyrë natyrale nga jashtë, siç e kanë dhe makinat zakonisht. Edhe besoj do jetë okay me ato që kam menduar. A ke menduar cila është shpejtësia që mund të arrijë kjo makinë? Pra, ke një qëllim mendje sa shpejt do jetë kjo si makinë? Qëllim fiks nuk flasim dot, po besoj do ketë një shpejtësi normale si një makinë normale, se pjesët janë përdorur të makinës. Pra është me trupin e formule, por me shpejtësinë e makinës normale. Me fuqinë e asaj makine që ne kemi përdorur. Për momentin, nëse do ketë rezultat siç duhet, do vemi motor shumë herë më të fuqishëm pastaj. Ka një peshë që vjen e lehtë. Do të provoj me një dorë dhe e lëviz ka me një dorë. Pra që ka makinë e lehtë. Ose jam unë shumë i fortë ose makina është e lehtë. Jo, mund ta lëvizësh shumë. Dhe me një gisht? Shumë kollaj. A ke pa të përsore edhe peshën e makinës, pra ke pretenduar ta mbash makinë sa më të lehtë? Ne po mundojmë të kursejmë peshë në çdo detaj që vëmë, në çdo gjë, por pa kursyer pjesën e fortësisë. Të jetë gjë e sigurt, më mirë të dali pak më rënd sa të jetë një gjë jo e sigurt. Tani për ata që janë meraklinë dhe po e ndjekin, cilat janë për masat, po them gjerësia apo gjatësia e kësaj makine? Atëherë, për gjerësi kemi bërë fiks sa që është një Formula 1. Jashtë janë 2 metra fiks. 200 cm tej. Edhe aq e kam bërë fiks.
gjerësinë. Për gjatësi pastaj, ato kur i shikon janë me përmasa disi të ndryshme, jemi përshtatur një diçka mesatare, ish rreth 5 metra e gjatë, mund vej deri 5.2 me gjithë bishtat që do vihen si përpara, si mbrapa, i madhi mbrapa, që janë për të bërë. Jemi akoma rrugës, kemi shumë punë për të bërë akoma. Denis, ti mendon që kjo makinë do dalë një ditë në rrugë, apo e ke menduar më shumë për videoklipe, apo e ke menduar për një tjetër lloj eventi? Tani me thënë drejtën, oferta presim, kur të mbaroj, inshallah dalim me sukses çdo gjë. Oferta presim, pastaj në rrugë, kjo është çik vështirë dali, edhe originalet nuk para dalin në rrugë, por do transportohet jo me karrotrecë, jo me Pa do e bësh ato proceset, po them që të quhet si makinë zyrtare. Po besoj po, do bëhen çdo gjë. Qa ishe mundur për të bërë, do mundoj me ta bëj. Nëse ta kërkoj një ditë me një vlerë të caktuar, pra vjen dikush thotë dua ta blej këtë makinë, do jepi një çmim apo? Koston që ka marrë kjo, se janë shpenzuar dy gjëra në këtë mes. Çdo kosto që ish vën këtu është blerë, edhe më e rëndësishme ishte që orët e punës që ka marrë kjo janë të shumta, që edhe një llogari minimale të bëjmë, je vën shumë, është goxha. Kjo nuk është gati akoma. Pra nuk mund ta nxjerrim rrugë. A ke një datë që mendon mendje apo le të themi që jemi diku te 50%, se tani këto detajet fërte nuk përbëjnë ndryshim në dukje, por ka shumë impjantet elektrike, sistemi i frenimit s'është mbarur akoma, ka shumë gjëra, sistemi i ftohjes, mbulesa, pastaj detajet që do bëhen. Unë mund ta provoj, pra, edhe pse nuk është akoma për të ecur, po mund të jem pilot i parë kësaj. Mund të ulesh. Do të certifikohet si makinë lufshnjare formula? Se di, besoj kur të mbaroj komplet të shohim. Ja, pra që lufshnja prodhon dhe makina Formula 1-shi nuk ja u merr mendja. Po dhe piloti takon ti lufshnjar, kështu që do bëhem. Po nuk bëhet fjalë. Tani makinë lufshnjare me pilot huaj nuk shkon këtu më be. E kam menduar ta vesh me rezin, materialet që bëhet skafet ujore, këto gjëra. Është një lloj fibre që shtrohet edhe leng dhe jep formën e duhur, se është dhe shumë e vështirë për llamarin të kthesh në këtë lloj forme, kurse atë e derdh në formën që është. Sipër kësaj do vendoset një rrjet shumë i imët, lart që ta bëjmë më të rrumullakët gjën, më kështu. Edhe do bëhet prap kur të mbaroj do bëhet çdo gjë që mund të ushqej. Po vesh pilot, ndërkohë që ti po flet duke s'kam pistop edhe jam gati për të parakaluar ata që janë para veje. Dizajni kemi menduar, ngjyrat që do jenë apo ngjyrat e flamurit? Ngjyrat e flamurit, te kuqe do mbizotroje kuqa, edhe do ketë detaje të zeza që ngjan me kombëtaren. Edhe një shqiponjë do duhet besoj. Kam marrë mendime me disa pjesë që më janë dashur në shoqëri, miqësi dhe kolegë pune që kemi pas. Mi kanë dhënë po me ndur dy herë, duke sa i kam thënë që duhet bëj diçka, çka kam pas mundësi për të më dhënë, për të më mbështetur me diçka, më kanë mbështetur në mënyrë maksimale. Nuk kemi vetëm formulën, fakt, kemi edhe një makinë tjetër ndërtuar në kohën e Covidit. Kohën e lirë Covidit përdorë për ndërtuar një makinë tjetër. Për të ndërtuar një makinë. Atëherë, për këtë është prish, kam zmontuar një foristrad që ishte komplet e dalë jashtë përdorimit. I mora pjesën për ta bërë 4x4, i mora gjërat që i duheshin, sistem drejtimi. Edhe kjo u realizu një kohë pak më të shpejt, se nga vetë fakti atëherë ne ishim pushim, ne ishim mësuar duke punuar, edhe kisha goxha kohë për t'u marrë me këtë dhe e kam mbaruar në një kohë shumë herë më shpejt nga formula. Kjo makina ecën dhe mund të shkojmë diku me këtë? Po, përderisa s'kemi mundësi të provojmë atë se si ka ardhur ora akoma, do provojmë këtë. Ikim me këtë. Ikim me këtë. Po, merre ti, po kaloj pasagerët tjerë.
Oja, kam jetën e dytër. Jo, Denis, deri tani, po flisë qetë, po më të regoje, po kur hipet timoni ishe më agresiv nga që isha atje. Drifti pasion, apo e ke mësuar kështu? Qef, pasion, makina bënd vetën. Kjo makinë ishte më fuqishme nga që mendoja. E pash që kishte goxha fuqi. Goxha fuqi, ka shumë. Tani, kjo makinë është Covidi, ja ka vënë emrin. Covid-19. Makina tani akoma nuk ka emër, apo jo? Akoma, fix. Ke bërë 2 makina, 2 projekte nga të zero, i ke menduar, i ke ideuar, i ke ndërtuar vetë, i ke vënë jetë. Po. Tani, ka një projekt të re të mendje që ndërkohë që po ndërton këtë ke një tjetër? Shpresojmë, dhe varet sa do na lodhi kjo që ishtë tani, edhe kur do mbaroj, pa të shohim për një projekt të radhës, pastaj po një diçka më të veçantë nga këto, si tjetë nivelin e këtyre, si po tani vetëm për atë çfarë anije kozmike për do jetë diçka se bërë formul tani në anije kozmike për në hënd do jetë tjetra. Tjetë një diçka më fuqishme akoma, më wow. Episodi tjetër do vi të provoj formulën dhe ndoshta pak më vonë do vi të provoj makinën e tretë që nuk e di çfarë është, Shpresoj. duket se diçka e ken mendje. Denis, Besoj po. Falenderoj. Kalofsh mirë, shumë faleminderit nga ju. Ándale.